Sot do të flasim për një temë jashtëzakonisht të rëndësishme. Nuk është thjesht veç një analizë e butë. Sot po vim me një numër që s'të lë rahat, me që është 20 dhjetori i vdekjes së presidentit Ibrahim Rugova. Do të flasim për partinë e tij, LDK-ja, që ka humbur kaq shumë dhe që s'e pranojnë që nuk është thjesht në rënje, është një krizë identiteti. Pse po them kështu? Faktet janë numra, nuk të luajnë me bu propagandë. Ta zënë, me nëntë shkurt 2025, LDK kishte rreth 107.000 vota dhe rreth 20 ulse. Në 28 dhjetor 2025 LDK doli me 126.000 vota me rreth 13.23%, rreth 15 ulse. Pra jo vetëm numra, por edhe në ulse shihet që ka rënje. Kjo s'mund të marrë se tu, që po provojnë që për i shojmë disa s'na doli fushata. Kjo është s'na del partia, ndërheqja si teatr apo si përgjithësi. Dhe tani vjen pika ku publiku e nëhon dramën. Lugnar Bzezhiku ka paremruar se do të ofrojë dorëheqjen në kuvend. Dhe pastaj, sipas interpretimit të tij, delegatët do të vendosin. Kuvendi do të jetë si vetbesim apo do të jetë një trampolin për të kaluar dhe për të vazhduar tutje. Por, dëgjoni këtë. Dorëheqja edhe ashtu s'është shërim. Dorëheqja është vetëm temperaturë. Shërimi a dini kush është? A ke sistemin gjallë apo jo? Zotën LDK-ja një këtë film, jesi ju kujtuhet. Kuvendi karrikave. LDK s'po bie sot për herë të parë. Kjo parti e ka një kujtesë të hidhur, siç e thash kuvendin karrikave në vitin 2006. Përplasja e brendshme regjimit do ndarje plagë që ende përmendën sa herë partia futet në këtë spirale siç është futur edhe pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Dhe kur s'ke mekanizëm pajtimi, kriza kthehet në zakon. Ne ja bëjmë si publik, dhe duke mos qenë simpatizant të saj, ja bëjmë një pyetje. Çka dëshiron LDK? Të vërtetën, pa kozmetik apo të kundërtën? LDK dëshiron të jetë shtëpi, shtëpia e qetësisë, e institucioneve, e Rugovës, nëse dëshirojnë kështu. Sepse realiteti i votës po thotë, ti po sillesh si korridor një vend ku vota kalon dhe del jashtë, por nuk qëndron aty. Dhe kur je korridor, të përdorin të tjerët. Sot të marrin elektoratin e zgënjur, nesër ta marrin edhe strukturën, zotë. E çka i duhet LDK-s? LDK-s besojnë ne këtu, por edhe besoj edhe qytetarët, ata që e kanë dashur, e kanë dëshiruar LDK-n. LDK-s si duhen fjalime, i duhen operacione, të vërteta. Një, të ndaroj përbuzjen e brezave, si tën duke i quajtur të vjetrit të harxuar, e të rinjët pjekun, vetëm se janë të rinjë. Fiton kur i bën bashkë në vendimarrje. I duhet ndoshta një këshill i shpëtimit. Këshilli kombëtar i shpëtimit. Por me mandat, jo me dekor. Jo komision për foto, mandat. Pajtim rikthimi të larguarve, disiplinë organizative, terren mbi gjitha. I duhet merit, jo karrige. Sot publiku seduron me rotacionin e ulseve, me të njëjtat fytyra në role të reja. I duhet po ashtu identitet i qartë. Për çfarë ekziston LDK-s? Antikundërshtar s'është program. Program është modeli i qeverisjes. Çka ofrojnë më shumë, më mirë, më shpejt, më qëndrueshëm se sa të tjerët. Dhe mbi gjitha, ndoshta edhe më kryesorja, terren. 24/7. Jo vetëm studio, jo vetëm podcastat, lënajneve podcastat në
ju do me morë gjitha. Se vota tradicionale kthehet me postime me podcasta. Kthehet me organizim. Dhe kush e kupton, 30 janari s'është prapë gjikun. Ma shumë do duhej me pa për LDK-n. Sepse tek e fundit, LDK në këtë ditë, në kuvendin e saj, s'po voton vetëm për një kryetar, po voton për një pyetje. A do të jetë sërish shtëpi, apo do të mbetet vetëm kryetar? Sepse kur bie kaq fort, si në vitin 2025, nuk të shpëton as retorika, as nostalgjia, të shpëton vetëm rendi, guximi dhe një reset i brendshëm. Prandaj edhe ti ki të drejtë me komentu me një fjalë. Qa mendon për LDK-n? I duhet një reset apo i duhet një shpëtim total? Deri në episodin e radhës, kjo ishte Kush ka të drejtë monolog.